Do nisim sot një vlog të ri, sepse nesër do nisim për Stamboll. Tani, unë kam plan të marrë sa gjëra nice edhe të marrë make-upet e mia, sepse moti aty është i mirë. Do marrim gjëra të lezetshme, do marr geta, funde, gjëra të bukura, sepse dua që atje të kaloj sa më bukur dhe të marr gjëra sa më nice, kështu që po. Valixha ime është kjo, do marrim këtë valizhen këtu dhe këtë ta mbushim me gjithë gjërat më esenciale që na duhen. Ky tani është gjithë rafsi me rrobat e mia. Për datën 6 kam menu fund me bluzë të zezë domethënë mora 2 palë geta, mora këto nude dhe të 2 palë zeza për t'i pas. Mora këto, një streqe bluze të Riko, këtë të Pumës, që e kam ekstra këtë, nuk e di, domethënë thjesht ta kem. Kjo është veshja që do kem unë për gjumë. Nga kam për datën 6, por nëse kjo nuk më pëlqen dhe nëse nuk më rri mirë, kam marrë këtë rezervë që ta kemi. Dhe do fus some underwears dhe këtu, dhe pastaj vazhdoj me make-upet. Këtu unë i futa të gjitha, këto që nuk rrodhosin i futa pak shuanësh që të krijoj që kapsiri, duke qenë se këtë valizhin që neve blem në Amsterdam, nëse s'gaboj, ishte pak e vogël. Po, anyway, nuk ka problem. Këto kohë jam super excited sepse është dhjetori i fundit së 17 vjeçare. Kjo është e para. E dyta është një dhjetor me udhëtime, një dhjetor vibe, një dhjetor shumë i mirë, me njerëz pozitiv dhe çdo gjë tani për momentin e kam në pikën e duhur dhe jam super happy si ky vit nuk kam kalu vite tjera kaq lumtura. Ky vit ka qenë një on top ose viti kulmor për mua, kështu që jam shumë falënderuese Zotit për çdo lloj gjëje që më ka dhënë. Kam marrë parfumin e flokëve, 1 shkum, 2 shkum, të dyja këto unë i miksoj bashkë dhe një rezultat mirë siç dhe keni pa. Dhe për parfume kam këtë të Kikos, kam edhe këtë të Carolina Herrerës. Këtu pastaj kam në çantën e make-upeve që ka çdo lloj gjëje nga blashi, krem hidratuesi, lapsi vetullave, foundation, furça, çdo lloj gjëje. Of course do marrim edhe kundërdjersa, po kundërdjersa i fusim nesër mëngjes, duke qenë se nesër mëngjes do lyhemi me kundërdjers, anti-djers, deodorant, whatever që e thrisni. Sepse yes, kështu duhet. Tani unë i futa të gjitha këto gjërat në valixhe, nuk kam asgjë jashtë përveç një kapse që s'da përdor tani për të kap flokët, sepse këto kaçurela të prishën, që gja kanë filluar të hapen, të bën pak si lesh, por që janë okay, janë nice. Dhe yes, mendoj se jam okay. Dhe po shifja tani gjithë gjërat që kam marrë dhe hapësira që mua më duhet për gjërat e mia. Dhe duke qenë se kemi një udhtim së bashku, një udhtim super të bukur që mezi po e pres, dhe ato udhime më kam me çantë shpine, po se si do më marrë çanta shpine, gjithë gjërat që unë dua të marr, dhe këpucë dhe taka, sepse kam kombinime të ndryshme me mendjen time dhe ato kombinime shkojnë vetëm me gjërat që unë i kam bler posaçërisht, i kam porosit. Nuk e di, s'ndalën llogarit fare, po do shohim.
Neve tani u bëm gati, kapa flokët, lyva pak fare buzët, edhe unë që piti hoqa bedoj, sepse ishin gati për të heqë dhe kisha njavë që i mbaja dhe nuk mbajnë më shumë këto lesh klastrat, kështu që i hoqa. Outfit është bazik me shapka dhe streqe dhe bluze. Tërë do dalim për shëtiti, do dalim për pazar, do blinë të gjë që na duhen, dhe unë do i hapë për sëri. Öncekiler hep uzakta oluyordu. Tani jim në sheshin Kabatash, ndryshe në turqisht Kabatash Mejdanı, dhe po ngjitemi në majën e një mini piramide që kanë bërë këtu për të parë një pamje më të bukur. Çoj një qep në të.
Mirëmëngjes të gjithëve, nga dita mund të them e parë dhe plot këtu në Stamboll, duke qenë se dje ishte gjys dite që netëm, ose qerek dite. Kështu që sot jemi full time në Stamboll dhe jam super happy. U ladha edhe i kam bë flokët me shkunë, por nuk kam marrë difuzorin me vetë, kështu që këto do thahen vetë. Andej po bëhet mëngjesi, do dalet qik tani sepse ka dalë dielli dhe është super bukur. Dhe yes. Këto janë shatkat që unë gjeta tek shtëpia këtu. Tani, unë do lej dhe më të shpejt edhe të bëjmë i gati sepse të dalim, do shkojmë në një qendër tregtare dhe sot dhe do i marrë me vete. Ky është dhe outfiti për sot, kisha mendu gjatë të tjera, po vesha gjatë të tjera dhe nuk e di. I like it. Është i bukur, është nice. Sot do kemi një shopping day edhe ne erdhëm në Gjevahir's Shopping Mall, kishin vënë zbukurime, ishte super nice, super atmosferë festive. Unë si fillim ndalova në De Facto, bleva disa gjëra nice, edhe më pas vendosëm të shkonim në Starbucks për të shplodh pak, dhe pas kësaj u nisëm për Bershka. Bleva këto syze sepse më pëlqyen shumë, ndërsa në Stradivarius kishte shumë gjëra, po mua më ngelën fiksim këto edhe i mora. Ishin çizme të gjata deri te kyçi, elastike, super nice, por nuk ja sugjeroj për ecje të gjata, kështu që yes, edhe shkojnë me çdo lloj gjëje. Pastaj për pjesën e të ngrënës i sugjeroj të shkonin në Galata Port, pasi është një vend që gatuan pulën, e gatuan super mirë, praktikisht gjys pule e gatuar me 8 lloje erëzash të ndryshme, super nice, dhe duke qenë se mami dhe babi donin prap kafe, neve pim prap një kafe tjetër, e më pas shkuam në shtëpi. Neve më në fund erdhëm në shtëpi, gjatë gjithë ditës kemi dalë, kemi bërë qef, u lodhëm shumë, po që qysh do të kisha vesh shapkat e mia Crocs, dhe isha super hot. Tani do bëjmë një super mega shopping haul së bashku, si gjithmonë. Do t'i tregoj çka kemi ble, nuk do i provojmë sepse është lodhje, kështu që vetë do ja tregoj se çka kemi ble dhe yes. Fillojmë me Pull&Bearin, me një 2-3 produkte që blevëm këtu, që unë po vdes t'ja tregoj, sidomos gjëndime. Si fillim morëm çorape për Klausin, të zeza, bazike, një hudi dhe një 2 gjëra të bukura që dua t'ja tregoj. Kemi këtë hudin kaf që e mori Klausi, por normal do ta vesh edhe unë, sepse çka kuptimi ka pastaj. Mora 2 palë, të tregoj këto? Çizme, të gjata deri te kyçi dhe me një lartësi të tillë. Do ju lë video dhe do e shihni se si më rrinin. Dhe një portofol sepse ma vodhën, një portofol që kisha që e kam ble kur filloi shkolla. Dhe duke qenë se ma vodhën, bleva një tjetër sepse kisha ngel pa portofol dhe i fusja lekët e mia në kuletën e lapsave, një gjë që është normale, kështu që plus e parahatshme. Dhe mora një të tillë, të bukur, i jeshile të errët, ngjyrë ushtaraku, dhe është super cute. Sot në fakt neve kemi bërë goxha dëme, por
duheshin të gjitha rrobat apo gjërat që kemi bler, kështu që yes. Si fillim, ju hap këtë që është me voçkël. Morëm këtë çantën kafe. Nuk e di, është super cute me këto detajet gold. Dhe këto e moj mami. Ishte super nice, më pëlqeu dhe mua, kishte edhe një rrip që zjatej, por ja prishte bukurinë, kështu që yes, kam marrë një bluze. Kjo është bluze që mora unë me këto shkrimet bëjqiu super të bukura dhe këtë mendova ta kombinoj me dhe mora këto kafet. Akoma te zeza jam. Këto kafet me një do me thënë kishe një prerje normale dhe më pëlqyn shumë dhe mbrimi shumë mirë. Me këtë qershinë, kishin si aksesor dhe thash, okay, kishte plus dhe këtë dhe thash, okay, ta përdor për Chelsea, duke qenë se unë vesh bluzë të gjata. Xhupin tim është ky, edhe ky ngjyrë kafe. Ka këtë detajn të dora kështu me gishtin, okay, du ta provoj këtë. Edhe duhet t'ju tregoj edhe juve. So yeah, është kështu, nuk e di se më shihni. Është shkurtër, ju shumë i gjatë, edhe ka këtë ngjyrën kafe dhe tek duart është kështu, unë i hoqa gjithë thojt, po nejse, dhe është super i ngrohtë. Këtë xhupin e mora meçi me mami, vetëm sa ajo e mori mas më të vogël sepse është më dobët se unë. Është një parfum me lule portokalli, me pemë, domethënë ishte e quajtur pema portokalli dhe kishte një erë super të mirë. Kalojmë tek dy çizet e tjera. Nga Bershka, kishte gjëra super të bukura. Nuk bleva asgjë përveç syzeve, kështu që do t'ju tregoj. Një bluze të zezë, bazike. Tjetër, një bluze po ashtu e zezë. Një tjetër e zezë, një pullover mund ta quaj këtë. Mora edhe këto syzet që do t'i kombinojmë me veshje të ndryshme, janë kështu, të bukla. Edhe më shkonin shumë, na shkonin të gjithëve shumë, kështu që do udhtimi jonë në radhës që do jetë për ditëlindjen time, do i kombinojmë, apo jo? Mori një kështu xhogovende i themi ne. Sweatshirt, maybe. Ishte kështu, më mbri çike madhe, po ideja një tjetër sweatshirt në ngjyrë si gri e errët, një hoodie dhe underwears të Bershkës. Do vazhdojmë shpejt me holdin sepse unë do mbyll biletat për një tur me dark edhe, domethënë një tur në Bosfor me dark, kështu që marrim shpejt, të pushojmë pak, pastaj do i hap përsëri edhe do bëhemi gati për të dalë. Një kondadierës Rexona Clinical super e mirë. 2 pasta dhëmbësh nga para d'un taksi. Një matte lipstick. Në shadin 10. Mora një baking powder në numrin 029. Një kondadierës për çunat. 2 për çunat. Një krem trupi hidratues. Një larës fytyre për mua. Mora dhe një serum, kjo firma është shumë e mirë. Mora një krem hidratues të vogël për veten time sepse më kishte mbaruar çdo lloj gjëje, nga larësi deri te toneri dhe deri te kremrat hidratues. Kështu që mora këtë, ishte nice. Vitamin C për mamin. Një Revital Lift laser të L'Orealit, e moj mami për vete, ishte për kujdesin kundër rrudhave dhe për mbushjen e fytyrës, elasticitet dhe po. Mora një toner prap nga firma, nga një tafi që mora kremin hidratues, i mora bashkë këto. Një shampo, B12 vitamin, nga këto që përdoren për devijimin e fytyrës, janë super të mira dhe unë i marr për ose për fytyrë sensitive ose për fytyrë normale, është okay.
Çaj çaj. Mirë mëngjesit të gjithëve nga një ditë tjetër, nga dita e dytë besoj në Stamboll. Dhe po, sot do bëjmë gati, do dalim, nuk kemi hëngrë akoma mjes, kështu që mjesin do e bëjmë jashtë. Se ku do shkojmë nuk e dim, si gjithmonë. Dhe yes, të fillim do vijë që pastaj do bëjmë një skincare, do lajmë dhëmbët, edhe make-up, pak, pastaj do dalim. Outfiti për sot është ky me streqe dhe bluze. Okej, është njëlla aty, në rregull. Vendosa të kombinim me këto syze, cilat i mora dje dhe nuk jo të regovat në atë shopping hall që bëm. Kështu që këto janë syzet që mora dhe të kombinoj me kostumin kafe, me jeanset dhe me pulovën kafe. Dhe kanë këto të tajt kafe, janë bukur dhe me like it. Tani unë mora ditë 3 produkte skincare dhe i provova në një short që bëra, që nuk e ndrita aq shumë, po nese. Ishte ky, që ishte gel dhe ishte nice, vetëm se donte pak produkt, jo shumë. Ky ishte toneri që kishte këtë aplikusin, këtu mbyllet dhe këtu hapet. Kishte një tap të tillë, po kishte edhe pjesën, po thon këtu që vihej. Nuk kishte aromë, ishte nice dhe ishte okej. Do ta shohim sot sepse unë di as nuk u dëgjoj as lloj gjëje, po nese. Dhe ky është kremi hidratues që mora për fytyrë të ndryshme. Është thjesht hidratues dhe okej, thash pa e marr sepse më kishte mbaru. Dhe kështu. Këto të dyja ishin të njëjta firmë bashkë.
Tashe, ma jep të mu? Ma jep. Shumë bukur. Do bëjmë një unboxing, gjëra që kemi marrë nga Duty Free në Turqi. Fillojmë me parfumin e Klevit një herë. Kjo është Phantom. Po. Është shumë eliksir. Oh, so cool. Kjo është Tom Ford Ombre Leather parfum. Po, kjo është i Klausit. Qa formati more, sa mililitër? 100 mililitra të dy. Madhe shumë të mirë. Takat e mamit, moj mami i paltaka kështu të shkurtra. Edhe pastaj kemi bluzë. Ky hoodie që e ka marrë. Te Pull&Bear. Po. Kjo është një bluzë që është mrapsht tashi. Kjo e ka marrë babi. Te Pull&Bear dhe kjo. Kalojmë edhe me këtë Nike-ut. Bo Flevi ka marrë Nike Tech. E mori në ngjyrë gri, sepse s'kishte shumë zgjedhje dhe kjo ishte më e bukura. Edhe e sipërmja, Gjokovendja. Po. Të tuta Jordan. Po. Shumë bukur e ke. I gëzofsh. Bravo. Pastaj tek Pull&Bear Tutat. ka marrë të tutat Klausi. Tutat. Që ka si komplet, ama të hoodin. Po pra, shumë nice. Rape, shatë mjatë janë të Klevit. Po. Takat e mamit që ja u tregova. I hoodie tjetër që e ka marrë. I bukur që e ka. Çorapet tjera pastaj për Klevin. Po, to janë 39-42 për ju, besoj. Kemi edhe këtë Zarës, këto janë blerje që kemi bot dje dhe unë nuk ja u tregova. Këto e mora unë prap të Ojsho, e kem rapsh. Po, një si tip gjaket. Po, si gjaket. Po, ishte kështu blu me këto vijat, shumë nice. Këto janë streshet e mia, më i pa ngjyrë kafe, duke qenë se kam ble një hoodie kafe dhe kam bluzë me më shkurtra kafe. Këto bazikit e mia që kam unë. Po, i marrë të Zara dhe këto. Këto i ka marrë blu. Shumë bukur e ke. Kjo është një këmishë që ka ble babi për ta kombinu me një palë pantallona të bukura që ka ble në Turqi prap. Është kështu me gura. Do i lej video se si i dukej, si look. Ka marrë Klevi. Po. Po, shumë nice që ka me këto. Ky është kostum që ka marrë Klevi. Kishte tuta dhe një hoodie. Ishin me një ngjyrë shumë bukur, edhe i mori. Do bëjmë një mbyllje të këtij vlogut, sepse erdhi fundi udhëtimit. Dhe do kemi vetëm rregullimet e shtëpisë dhe sistemimet e gjërave, kështu që nuk do kemi ne gjë interesante për të treguar. Shpresoj shumë t'ju ketë pëlqyer dhe na ndiqni në vlogun ton të radhës që do jetë po në Stamboll. Shpresoj të keni kaluar bukur. Paqem. Po.